kam një klinikë private, jam fizioterapeute. Shtatë. Sa është e vështirë kjo punë që e bëni? Nuk është e vështirë kurse më thonë fillon njëre e ndërton pak një karrierë. Nuk jem kanë vështira për arsye se edhe kum punu dhe kum studiu. Kum punu me një staf, do të thonë francez, mas ne jam pavarësu pi 2013-s, edhe mirë po. Jo, beqare, jam thamën, po. Normal që është ma e lirë, po do të thonë koha është ma e mirë, ma lirë, ama po vike edhe një kohë kur po dufke edhe me minuta një për ma vonë, se nuk ishtë gjithçka dhe karriera dhe puna e krejt. Ma rëndësishmja familja për sepet. Zgjedhja e lirë është, po do të thonë për karrierë, për punë, po do të thonë derisa të pash veten kur jemi ne, tamam me një kohë caktuar që tamam atëherë të më marr hapa për më mirë. Faleminderit. Ka ndalë sot për qef apo? Jo, në punë, zakonisht në punë, po. E kam një klinikë private, jam fizioterapeute. Shtatë. Sa është e vështirë kjo punë që e bëni? Nuk është e vështirë kurse do të thonë fillon njëre e ndërton pak një karrierë, fillon punon pak, ç'është. Klinika juaj që e Keni? keni? Jam personale, po. A do të pasur vështirë fillime këtu? Nuk jem kanë vështira për arsye se edhe kum punu dhe kum studiu. Kum punu me një staf, do të thonë francez, mas ne jam pavarësu pi 2013-s, edhe mirë po. Jeni grua apo? Jo, beqare, jam thamën, po. Ti je veçare, a është pa ndryshe, ma lehtë edhe punën ta domethënë ta menaxhon, po edhe këtë kohën e lirë që keni? Normal që është ma e lirë, po do të thonë koha është ma e mirë, ma lirë, ama po vike edhe një kohë kur po dufke edhe me minuta një për ma vonë, se nuk ishtë gjithçka dhe karriera dhe puna e krejt. Ma rëndësishmja familja për sepet. Familja për që është ma rëndësishme? Deri në këtë pikë tash e mas po do të thonë. Jeta është, duke është e re, hala je, Po, nuk e dihet jetës. jam mirë. Besoj që ta gjesh atë personin që ju do të e doni. Faleminderit. Sa vështirë sa një person që në kohën e domethënë ju kur e keni këtë kohë pak ndryshe. Nuk është e vështirë, ma herët të kohë ma vështirë, tash është ma vështirë, po do të thonë bol, do të thonë krejt lirë për gjithçka, do të thonë kohëna ka ndryshu, edhe tash kena, do të thonë secili ka drejt për zgjedhje për plot, do të thonë udhë tjera. Për përgjithje. Po. Si e sheh? Shumicën e femrave i shohin nëse në ka gjithë fatën e jetës, flitet shumë për ato për ato femra. Po nuk di sot disbesoj që është, po do të thonë ashtu. A vetëm di sot, për më herët të ka ma ndryshe, po do të thonë puna tash jo. A zgjedhje e lirë nëse nuk dëshiron dikon në person me zgjedh me marr ose me u martu. Si e sheh këtë? Zgjedhja e lirë është, po do të thonë për karrierë, për punë, po do të thonë derisa të pash veten kur jemi ne, tamam me një kohë caktuar që tamam atëherë të më marr hapa për më mirë. Patjetër ku dini mesazh gjithë femrave, sidomos ato që janë kërkim të fatit, Jo, do të thonë ndërtoni karrierë, punoni, vlerësoni veten, mas një gjithçka vjen kohën e vet.